Mirë se vini në episodin e tretë të Kast. Në këtë episod do të flasim për diçka që shpesh në vlerësohet, mirë po më ndikon drejt për drejt në atë se si fëmijët tanë rriten, sillen dhe krijojnë vetbesimin e tyre. Do të flasim për ambientin, lojën dhe qasjen psikoshpirtimore. Me mua sonte është Emrana Ahmeti, koordinatore e programeve psikoshpirtimore në qendrën Flua, qendra unike në Tetov dhe Maqedoni për programe psikoshpirtimore, motivuese dhe edukative. A mund të më thuash pse është i rëndësishëm arsimi jo formal për fëmijët? Po shiqo, për arsye se fëmijët në këtë kohë jetojnë në një realitet më të shpejt, më stresues dhe do kisha thënë më të ngjeshur. Arsimi jo formal ju mundson hapësira për zhvillim psikologjik, social dhe pse jo edhe kreativ për te notave dhe kurrikulës arsimit. A beson se çka ju mungon? Çka është ajo që mungon fëmijëve e që Flua e ka dhe fëmijët nuk mund ta marrin në arsimin formal? Pikë pari do kisha thënë ju mungon vëmendja individuale, dëgjimi aktiv. Pastaj, gjithashtu një rol të rëndësishëm luan edhe mësimi nëpërmjet lojës. Ju mungon gjithashtu edhe motivacioni. Gjë që këto gjëra, Flua mundohet që t'i plotësoj këto boshllëqe, që fëmijët t'i shohim si qenje, jo vetëm si nxënës, si qenje të plotë, me krejt kriteret, jo vetëm si nxënës. Duket se gjatë procesit të arsimit shkollor, i cili është i obligueshëm, fëmijët ndjehen të ngurtë, të ngujuar. A është arsimi jo formal një hapësirë ku fëmia merr frymëlirshëm? Po. Shfaq kreativitetin e kështu me radhë. Është një hapësirë ku fëmijët nuk friksohen, mund të shprehen lirshëm, nuk friksohen prej gabimeve, nuk dorëzohen për arsye se e din se ato ndjehen të lirë të shprehen. Dhe gjithashtu ato eksplorojnë talentet e veta dhe në mënyrë të pavarur ato bisedojnë lirshëm si me arsimtaren, si me nxënësit në mes vete, do me thonë kanë bashkë veprim, kanë bashkë bisedim. Sa i përket motivimit dhe vetbesimit, ndjehen fëmijët nga përvoja juaj, ndjehen fëmijët të motivuar, kanë vetbesim në procesin arsimor dhe në veten e tyre gjatë procesit arsimor? Arsimi jo formal e rrit vetbesimin dukshëm tek fëmijët, për arsye se ato gjejnë të them një vend, gjejnë motivim gjithashtu, edhe po të jetë suksesi shumë i vogël, për ato është një arritje shumë e madhe, veçanërisht për prindët, për arsye se kur vinë fëmijët në Flua, ato ndjehen të ngujuar, sikur ju mungon ai motivimi që ato duhet mësojnë. Nëpërmjet procesit arsimor tek Flua, ato e gjejnë edhe e kuptojnë se vetë mësimi ka kuptim për ato. Arsimi jo formal, procesi arsimit jo formal mund të jetë kosto më e rëndë për familjarët në aspektin ekonomik. Është luks apo është nevojë e kohës arsimi jo formal? Do kisha thënë se është nevojë reale, për arsye se sfidat emocionale, pritjet e larta prej nxënësve i bëjnë që ato të jenë pak më të anashkaluar. Mirë po, me arsimin jo formal, ato arrin suksesin. Do kisha thënë për arsye se arsimi formal i vetëm nuk mund t'i kapërcej këto sfida. Mirë po, me ndihmën e arsimit jo formal, fëmijët e arrin edhe majat e suksesit. Nga përvoja juaj si mësimdhënëse në shkollë, kryesisht me nxënës në arsimin jo formal, cilat grup mosha kanë më tepër nevojë për mbështetje psikoedukative? Nuk do me thënë se mund të klasifikohen se cilët klasa veçanërisht kanë nevojë për arsim jo formal. Mirë po, më tepër kanë fëmijët e klasëve të para dhe klasët e pesta. Pse do themi fëmijët e klasës parë? Për arsye se fëmijët e klasëve të para duhet të jenë të formuar emocionalisht.
për arsye se ato për herë të parë takohen me arsimtar, për herë të parë ndeshen me libër, me mësim. Ndërsa edhe fëmijët e klasëve të pesta kanë nevojë për arsim jo formal, për shkak se ato prej një periudhe me më pak mësim, me një arsimtare, ato kalojnë me një periudhë tjetër ku ndeshen me shumë arsimtar, me shumë lëndë mësimore, edhe me ndihmën e arsimit jo formal, arrinta të i kalojnë edhe këtë sfidë. Si janë përjetimet e nxënësve të klasave të ulta dhe nxënësve të klasave të larta? Se janë të mësuar emocionalisht ata që t'i përballojnë sfidat e mësimit? Nxënësit e klasëve të ulta më tepër kanë nevojë për ndihmes, do kisha thënë sociale, psikologjike. Dhe gjithashtu më tepër ka nevojë për mësim mirë po nëpërmjet lojës. Për arsye se ato vetë mosha tregon se janë të vegjël, edhe nuk mund ti një fëmijë për shembull 7 vjeçar, 8 vjeçar ti thush merri librin edhe mëso. Mirë po në flua ne gjejmë mënyra, gjejmë metoda se si nëpërmjet lojës arrim që fëmia ta kupton vetë mësimin. Cilat janë ato sfidat më të mëdha me të cilat përballen fëmijët që vijnë te qendra juaj flua? Po, disa prej sfidave janë se ato kanë mungesë vetbesimi, kanë ankth, friksohen prej gabimeve. Gjithashtu kanë vështirësi për t'u shprehur. Për arsye se tek arsimi formal, kjo është pak më, do kisha thënë, më strikte. Arsimtari flet, fëmia ndëgjon, ndërsa në arsimin jo formal, kjo nuk është e atill, për arsye se ne gjejmë bashkëbisedim, gjejmë kooperim në mes nxënësit dhe mësimdhënësit. Unë vetë jam prindi një fëmije i cili vjon mësimin në shkollë fillore dhe kam atë përshtypjen se është e mbi ngarkuar, e lodhur. Cila është përshtypja juaj si mësimdhënëse? Janë fëmijët sot të lodhur, të mbi ngarkuar me detyrë me mësim? Ndonjëherë ndodh që të tre këto elemente të jenë bashkë. Të jenë të mbi ngarkuar, të jenë të lodhur, të jenë të dhe për arsye të orarit, për arsye të detyrave, për arsye të gjërave, fëmijët ndonjëherë ndjehen edhe si inferior, do kisha thënë. Edhe për arsyet ne si prind kemi pritshmëri të larta prej fëmijëve, ato ndjehen edhe emocionalisht të lodhur. Me ndihmën e arsimit jo formal, këto ndjenja, këto frika, do kisha thënë, te kalohen dhe mund edhe të fshihen krejtësisht nga mendja ose nga trupi i fëmijës. Si ta kuptojmë ne se një fëmijë ka nevojë për më tepër mësim? Po, pavarësisht asaj se ne mundohemi shumë që fëmia të mësoj, ai përsëri nuk arrin sukses. Pavarësisht përpjekjes që ne e japim maksimumin për fëmin, ai përsëri nuk arrin sukses. Për shembull, ndonjëherë edhe shfaq tërheqje. Nuk dua thotë të mësoj sot, nesër nuk e kuptoj mësimin, edhe kështu që vetë ne nuk kuptojmë që nuk do me thënë se ai ka nevojë vetëm për mësim. Ai ka nevojë edhe për mbështetje sociale, psikologjike e shumë e radhë. Zakonisht në shkollat publike, infrastruktura është e dobët. Sa ka rol, domethënë ambienti fizik ku mëson fëmia në procesin arsimor? Ambienti luan një rol të rëndësishëm në procesin e arsimimit, për arsye se hapësirat, klasat duhet të jenë fleksibile dhe të jenë edukative. Që fëmijës t'i lënë mbresa që ai përsëri të kthehet, kur të kthehet në klasë ditën tjetër ose orën tjetër, të hyjë në klasë me kënaqësi dhe të jetë i kënaqur, i motivuar, pse jo edhe prej klasës. Si e ka zgjidhur flua këtë dilemë, çështjen e infrastrukturës? Po, më shumë kjo ka të bëj edhe me elementet ndriçuese. Do kisha thënë një rol të rëndësishëm e luajnë edhe ndriçimi i përshtatshëm. Edhe ka një kontribut të jashtëzakonshëm tek këto gjëra, për arsye se vetë ndriçimi e bën klasën, ambientin më të ngrohtë,
i jep më tepër energji pozitive që vetë nxënësi të ketë përqendrim në atë aktivitet që e bën, në atë mësim që e mëson. Në Flua si janë klasat, janë tradicionale apo? Jo, nuk janë, do kisha thënë në atë mënyrë tradicionale, sikur që kanë qenë më herët. Për arsye të në çdo klas krijohet një ndjenjë se vetë mënyra e klasës, e hapësirës, që është e përshtatshme për secilin nxënës, ajo e bën që të jetë klasa ose hapësira të jetë fleksibile dhe tërheqëse për nxënësin. Një fëmijë i cili fillon mësimin për herë të parë ka stres. Si e menaxhoni ju në Flua? Dhe e qetësoni një fëmijë për herë të parë? E menaxhojmë nëpërmjet qasjes individuale. Do me thënë bashkëpunimit, komunikimit të vazhdueshëm dhe një procesi të strukturuar të adaptimit bashk me prindrin, me thënë funksionon ai trekanshi prindër, nxënës dhe edukator. Zakonisht tani ka filluar përmendet lojrat në procesin e edukimit të fëmijëve. Realisht kanë rol lojrat? Lojrat kanë një, do kisha thënë një rol të rëndësishëm integrues në Flua, për arsye se nëpërmes lojës arrin ta kuptojnë thelbin e arsimit ose thelbin e mësimit që e kanë për plan ose që ne kemi përgatit fëmijët ta mësojnë. Teknologjia dhe lojrat tradicionale, si balansoni këto? Një fëmijë ka qef të përdor iPad, telefon, kështu me radhë, dhe si e bëni balansin që fëmija të dojë të luajë lojra tradicionale? Në qoftë se teknologjia përdoret në mënyrë të moderuar, ajo arrin të jep koncentrim përgjatë procesit arsimor. Po në qoftë se ajo teknologjia përdoret më tepër se sa duhet, atëherë ajo sjell edhe shpërqendrim të nxënësit. Realisht, teknologjia është përqendrim apo dëm për fëmijët? Po, ashtu siç e cekëm, nëse ajo përdoret në mënyrë të moderuar, në mënyrë të me vëmendje, atëherë ajo sjell përqendrim, por nëse tejkalohen, nëse ne jo vetëm e përdorim teknologjinë jo vetëm për proces arsimor, por edhe për gjëra tjera, atëherë ajo sjell shpërqendrim, për arsye se nxënësi menjëherë tejkalon në atë mënyrën tjetër, nuk ka atë motivimin e mësimit, po ka ndonjë motivim tjetër që i intereson më tepër teknologjia, jo arsimi. Prindërit, domethënë janë një pjesë e rëndësishme e procesit arsimor dhe edukativ të fëmijëve të tyre. Si reagojnë ato kur i shohin ndryshimet e para dhe sa janë ndihmues në procesin e edukimit dhe mësimit të fëmijëve? Prindërit raportojnë ndryshime të menjëhershme, do kisha thënë, për arsye se nëse një fëmijë herën e parë, ditën e parë që prindërit e sjellin në klasë hyn me vështirësi, ndjehet paksa inferior, ndërsa herën tjetër kur vin, ose orën tjetër, ditën tjetër kur e kemi caktuar terminin, nxënësi hyn pa problem. Dhe krijon një vetbesim, për arsye se ai më e shef se në atë klasë nuk ka nota, nuk ka teste, edhe ai ndjehet i lirshëm që të hyjë në klasë. Me këtë, vetë fakti që nxënësi hyn në klasë pa problem, edhe ndjehet shumë i kënaqur, menjëherë socializohet edhe me shokët, edhe me shoqet, vetë prindërit për këtë mënyrë reagojnë pozitivisht për arsye se ka nxënës që në klasë nuk qëndron vetë pa prindit. Ndërsa këtu ne në Flua kemi arrit që secili nxënës që vin të jetë pa prind ose pa shoqërues. Nga përvoja juaj, cilat janë ato reagimet më të shpeshta që i merrni nga prindërit? Prindërit njëherë kërkojnë që fëmija të arrijë sukses edukativ. Do kisha thënë më tepër të arrijë sukses të mësime.
Mirë po, kur e shohin se fëmija piqet emocionalisht, ato janë të kënaqur edhe prej asaj, që ato nxënësit fëmijët arrin ta marrin prej edukatorëve. Kjo ishte edhe pyetja ime e radhës. Cili do t'jetë, domethënë, ajo kërkesa kryesore e prindërve, të kërkojnë mësim të fëmijëve apo të piqen emocionalisht? Po njëherë ato thash kërkojnë më tepër rezultate akademike. Mirë po, Është gjëja e duhur shumë kjo shpejt apo? ato e kuptojnë se mirëqenia emocionale është edhe si themeli kryesor i çdo arritje. Në qoftë se një nxënës nuk është i pjekur emocionalisht, nuk mund të arrijë sukses edukativ. Njëherë nxënësi duhet të piqet emocionalisht, duhet të jetë i shoqëruar ose të socializohet, pastaj me arritjen e këtyre dy elementeve kryesore, nxënësi ose fëmijët arrin që të kenë edhe rezultate pse jo edukative. Në FLUA, në qendrën tuaj, parashitni që të inkuadroni edhe psikolog. Po, kjo është një gjë e domosdoshme, do kisha thënë, për arsye se puna e psikologut është gjëja më kryesore në secilën, edhe në arsimin formal edhe në atë jo formal. Ku e shifni FLUA-n pas 5 viteve? Po FLUA-n e shohim si si arsim jo formal, mirë po angazhimet e shumta që ne i kemi bë për këtë qendër, do kisha thënë, ndoshta do e arrin edhe rezultatin edhe më të madh se të arsimit formal. Emrana, për fund, kush është konkurrenti i FLUA-t? Nuk e kemi mendu të kisha thënë për konkurrencë. Ne do punojmë që të arrijmë sukses sa më lartë, nuk do i shohim as pak konkurrentët, për arsye se atë që ne e kemi mendu si organizat ose si arsim jo formal, në FLUA ne duam që të kemi rezultate sa më të larta, pa marrë parasysh konkurrentëve që i kemi afër. Ne duam të arrijmë majat e suksesit duke punuar dhe duke shiquar vetëm përpara. Emrana, unë të faleminderoj shumë për kohën dhe informacionet e ndara me mua në Tekast. Faleminderit, kënaqësia ishte edhe e imja. Shpresoj që të kemi sa më tepër suksese, që të kemi edhe sa më tepër pse jo edhe emisione. Faleminderit shumë. Atëherë të nderuar shikuesi, ishte ky edhe epizodi i tretë i Tekast në Tetovani. Ne shihemi në episodet e radhës. Ju vazhdoni të na ndiqni në YouTube dhe Facebook. Faleminderit.